Në shtëpinë e Big Brother Kosova, jo çdo moment është debat, strategji apo tension. Disa çaste janë të thjeshta, të ngrohta dhe tregojnë anën më njerëzore të banorëve. Një prej këtyre momenteve ndodhi gjatë një vakti të përbashkët, kur Klodi vendosi të ushqente Benitën me picë në një mënyrë të ëmbël dhe të kujdesshme. Situata filloi me një lojë të vogël dhe shaka. Benita mbante një copë picë në dorë dhe Klodi, duke e parë, vendosi ta ndihmojë në mënyrën më të ngrohtë. Ai ia afroi pjatën dhe, me një buzëqeshje të lehtë, e vendosi picën pranë gojës së saj. Benita, duke u qeshur dhe duke pranuar kujdesin e tij, hap gojën për të marrë copën. Ky moment, edhe pse duket i thjeshtë, përmbante një dimension të thellë të afërsisë dhe besimin. Nuk ishte vetëm ushqimi që po kalonte, por edhe një mënyrë për të treguar kujdes, shoqëri dhe afërsi brenda shtëpisë, larg çdo strategjie ose loje. Banorët e tjerë e vëzhguan me kuriozitet, disa duke buzëqeshur, të tjerë duke komentuar në heshtje për këtë ndërveprim të thjeshtë dhe njerëzor. Për Klodin, ky akt ishte një mënyrë për të treguar mbështetje dhe afërsi, ndërsa për Benitën ishte një moment lehtësie dhe qetësie, një pauzë nga tensionet e vazhdueshme të lojës. Një detaj i vogël si ky tregoi se edhe brenda rivaliteteve dhe debateve ekzistojnë çaste që i japin jetë dhe ngrohtësi ambientit të Big Brother Kosova. Pas këtij çasti, Benita dhe Klodi qëndruan pak më afër, duke folur qetësisht dhe duke qeshur për lojrat e ditës, duke treguar se momentet e vogla dhe të sinqerta janë po aq të rëndësishme sa ato dramatike dhe të tensionuara. Ky ishte një nga ato çaste që publiku shpesh i adhuron, thjesht njerëz të zakonshëm, duke treguar kujdes dhe përkujdesje për njëri tjetrin, larg strategjive dhe kamerave. Big Brother Kosova edhe një herë tregoi se loja nuk është vetëm debate dhe përplasje, por edhe ndjenja, afërsi dhe momente të vogla miqësie që mbeten në kujtesën e publikut. Dhe ky ishte një nga ato çaste që tregojnë se, pavarësisht